po hiken njerëz që kanë një lloj stabiliteti ekonomik në kuptimin e asaj që kanë ndërtuar, po duan të largohen nga ky vend. Po pse sipas teje? Se ti në terren edhe bisedon me njerëz që edhe duan të ikin nëse nuk kanë ikur akoma për shembull. Çfarë të thonë? Po kur nuk ka shëndetësinë, kur nuk ka infrastrukturën, kur nuk ka një normalitet, kur politika në vetvete e ndërton atë, po themi fushatën, sepse jemi kohë fushate, nuk shkojnë. Këto janë gjëra që nuk shkojnë. Dhe kjo është një nga fushatat më interesante të jetës time. Pse është më interesante? Po nuk ka ritëm. Nuk ka ritëm, ka vetëm një kështu gjithë janë sul kush e kush të marrë në votë, nuk e din se ku janë, nuk din çfarë bëjnë. Ka kandidat që thjesht vetëm se kanë emrin kandidat me këtë kodin e ri, me këtë lloj kodi që kanë bërë s'dinë as çfarë kërkojnë. Pra, kërkojnë votën, nuk shpjegojnë se për çfarë i duhet ajo votë, si do i shërbejnë pasi po le të themi mund të fitojnë. Kështu që e qartë. Po, ndërkohë, gjatë kohës që ti bën fushat në terren çdo ditë, sigurisht që hasesh edhe me kundërshtarët politik, se fushat në të njëjtat zona bëjnë dhe ata. Vëre momente apo raste të dyshimta, pra po bëhet një fushat e drejtë sipas teje apo po përfshihen element, se di, ndoshta mazhoranca për shembull ka më shumë akses për të përfshirë element, se di, në një takim të çojë njerëz të administratës etj. Pra hasni të ashtu quajturat krime zgjedhore në terren, meqense jemi në një kohë kur edhe SPAK është hedhur në aksion pikërisht për këtë. Shiko, jo unë, po cili do nga ne, aty ku jeton, ku banon, e shikon që në një takim elektoral po të marrësh, shikosh makinat gjysma aty ose më shumë se gjysma janë makinat të regjistruara në shtet, kështu që të administratës. Absolutisht. Edhe punonjës të administratës, kështu që nuk ka tjerë njerëz, po themi, që janë terren ose në për takime elektorale që janë mediatike. Nëse mediat shkojnë, xhirojnë, filmojnë parkingun edhe personat që janë takime elektoral, ose janë vëllezërit, motrat, gratë, fëmijët e personave që punojnë në shtet, në një institucion shtetëror. Kështu që edhe qytetarët po të shkosh ti takosh pa kamera, thonë aman, unë besoj ke ty, do t'jap votën, po mos ta morë vesh që unë po të votoj ty. Kanë frikë? Absolutisht po. Ku do po të shkosh, bisedosh, aman, se ka marrë kredi, thot, edhe në rast se meqin nga puna, përse s'ka mundësi të paguaj kredin. Pra, është një lloj situata që unë shpresoj se shqiptarët do zgjohen. Pra, ti thua që qytetarët nuk janë të lirë të shprehin vullnetin e tyre lirisht, për shumë arsye që mund t'i kushtëzojnë. Na duhet dhe shumë vite, të shkojmë aty ku duhet të shkojmë. E kuptoj, pra në këtë drejtim. Meqense po flasim për krime zgjedhore, besoni ju se jeni një nga të paktët që si forcë politike, jo vetëm personalisht, që mbështesni SPAK-un pa kushte. Hyrja e tij në lojë këtë herë për garën e 11 majit, referuar parandalimit dhe goditjes krimeve zgjedhore para dhe gjatë procesit zgjedhor, do të prodhoj diçka sipas jush apo Atëherë një nga kushtet që ne po them kemi, që është në momentin e kandidimit, ishte suport SPAK-ut pa kushte. Maksimal. Pra ky është kriteri pa negociueshëm. Ky është kriteri pa negociueshëm. Unë absolutisht edhe për shkak se e kam si edhe unë një kriter të pa negociueshëm. E pranova. Kështu që unë mendoj që në këto zgjedhje, ndërhyrja e SPAK-ut, institucioneve ligjbatuese që janë në këtë monitorim, pa monitorin terrenin, ka dhënë një efekt të jashtëzakonshëm, krahasimisht me zgjedhjet më parshme. Kjo është evidente. Kanë ngjallur pak frikë, po thua dhe po ruhen më shumë. Vetëm frika SPAK-ut, se për gjë tjetër.
do të kishin paktën me frikë. nuk Frika do ruan kishim vreshtin, thot nuk do populli. nuk do ishim sot me një lloj pritshmërie për një rezultat të mirë. Në rast se do kishte qenë situatë tjetër, unë po të them edhe personalisht që nuk do ta mendoja këtë rezultat që paramendoj tani. E ke menduar ndonjëherë që një rezultat që do të prodhohet më 11 maj, jo në rang personal, por të koalicionit tuaj, mund t'ju bëj që publikisht pastaj të mos e pranoni duke kontestuar me argumentin që tashmë kemi vite që e dëgjojmë, vjedhja e zgjedhjeve, ndërhyrja, deformimi i rezultatit, para dhe gjatë procesit në një forma nga të gjithë pa përjashtima apo ata në qeveri. Domethënë, a besoni ju me pak fjalë në një proces të lirë zgjedhor? Unë fola deri tani. Se çfarë do ndodhi këtë periudhë kohë, 3 javë gati, të nuk di t'ja u them. Por di t'ju them që ne jemi të vëmendshëm. Personalisht, ju jeni nga ata që pranoni humbjen apo kontestoni? Në qoftë se humbja është, pa unë nuk kam fakte dhe prova për të vërtetuar që është cënu vota apo ku diun se. Po mirë, ju procesin tuaj do ta monitoroni me njerëzit tuaj. Absolutisht do ta pranoj. Po. Absolutisht do e pranoj. Siç kënaqemi me fitoren, do pranojmë dhe humbjen, kështu që. Si ke pritshmëritë? Garë është kjo. Patjetër. Si ke pritshmëritë? Pritshmëritë unë jam mirë. Jam shumë mirë. Je mirë sepse ke një avantazh, besoj unë, po dhe ti e beson, kam përshtypjen që je në zonën tënde, në atë që ke kontribuar për vite, apo? Absolutisht. Që këtë e ke avantazh. Ajo që unë më bën ndje mirë është unë jam kandidat për deputet në qarkun e Tiranës. Mirë po, duke pas një eksperiencë si kryetari i Nisë Bashkiake numër 4 dhe unë kam qenë aty pjesë e hallëve të aty në njerëzve. Domethënë i kam taku ditën, natën, në shtëpiat e veta, në zyrë, në rrugë. Pra kam qenë gjatë gjithë kohës 24 në pranë tyre. Sepse ajo ishte edhe detyra ime praktikisht. Kështu që qytetarët e Nisë Bashkiake numër 4 më njohin shumë mirë. Shumë mirë. Kështu që kjo më jep një avantazh sepse tani qyteti është i vogël, njerëzit janë të lidhur njëri me tjetrin. Sigurisht. Edhe unë mendoj se ky zë do përçohet edhe më tej përtej Nisë Bashkiake numër 4, Treshit, ku Nisë Bashkiake 3, 4. Po nëse flasim me shifra konkrete, afërsisht kë synon, cilin rezultat? Apo nuk preferon të flasësh me... Unë nuk preferoj të flas me shifra, por di një gjë që jam shumë mirë me shifra. Kështu që je besim plot për të shkuar, për të shkelur për herë të parë në parlament. Shpresojmë. Në qoftë se gjithë do punojnë mirë edhe për shkak të kodit edhe të sistemit, kërkohet edhe mbështetja e gjithë grupit. Ndihesh mirë që jeni ndryshe nga të tjerët, ju jeni të gjithë të ekspozuar në thonjza ndaj rrezikut që sjell lista e hapur. Ndihesh mirë për këtë sepse kjo ka dy anë të së njëjtës medalje. Ke avantazhin që në momentin që fiton, pastaj je shumë ballart edhe shumë, po themi, mund bëhesh në thonjza trim përballë kryetarit, nuk do t'jesh i varur se je zgjedhur me vota direkt të qytetarëve, me merit, po nga ana tjetër ka dhe risk. Pra nuk t'jep sigurinë që t'jep lista e mbyllur. Shiko, unë në gjithë karrierën time, unë kam qenë shkallët e karrierës time kam gjithë duke konkuruar. Kështu që po të kish qenë me listë mbyllur, do t'ja kisha kërku kryetarit Basha me kohë. Por nuk e kam kërku. Pra nuk do garoje me listë mbyllur. Ja, unë e du, në rast se diçka e fitoj, duhet ta fitoj në mënyrë të ndershme nga njerëzit, për njerëzit dhe t'i përfaqësoj ata me dinjitet. Kjo është gjë e rëndësishme. Ndërsa për sa i përket kësaj pjesës tjetër, shiko, unë jam shumë krenar që jam në një listë të hapur të një subjekti që quhet i ri, se s'mund të them i vogël, se në gjykimin tim një subjekt nuk e bën të vogël me sasia e njerëzve që janë aty, antarëve të partisë. Numrat e bën të vogël ose të madh e bën kualitetet
që e përfaqësojnë dhe programi. Kështu që programi dhe kualitetet. Kështu që këta të dyja nëse nuk janë madhështore, pra nuk kanë atë mastinë vet, subjekti mund të jetë thjesht i vjetër apo i ri. Tani, po jo i madh apo i vogël. Kështu që në këto kushte unë personalisht bile në një takim më erdhi shumë mirë ku një qytetar ishte relativisht në një moshë, le të themi, të thyer, tha do të votoj dhe do të mbështes për një gjë. Se keni trimërin të dilni përballë. Dy forcave më të mëdha politike dhe dy atyne që i kanë kriju problemet e këtyre vendit. Problemet e këtyre vendit. Se nuk është e lehtë. Kështu që për këtë trimëri, për këtë dinjitet, për këtë kurajo, do kesh votën time. Dhe e di që si deklaroj. Unë kam qenë historikisht i majt dhe kam votu Partinë Socialiste nga 91 deri në sot. Këtë radhë do të votoj ty. Hasesh me shumë të majt të tillë që të thonë kemi votuar Partinë Socialiste, po jemi të zhgënjyer. Të jemi sinqert. Ata që unë kam pritshmërinë që do më votojnë, që do bëjnë diferencën thuat rezultatit. Që do më votojnë mua personalisht, janë pikërisht të djathtë të majt. 50-50. Historikisht, kur unë kam kandiduar në njësinë bashkiake nr. 4, edhe rezultati asaj kohe tregon që unë jam mbështet nga po themi qytetarë që kanë bindje edhe të majta dhe të djathta. Dhe kjo është arma më e fortë e ime në fushat. Po si i përkthen ti këto vota për ty? I përkthen si vota personale që po t'japin këta të majt, që deri dje kanë votuar për Partinë Socialiste, apo nga fakti që janë zhgënjyer me qeverisjen që kanë besuar? Apo të dyja bashkë? Të dyja bashkë. Ja, unë mendoj që janë të dyja bashkë. Unë kam edhe vota personale, sepse unë jetoj aty, banoj aty. Nuk kam qenë afër atyre persona, atyre njerëzve, jo vetëm kur kam pas një post politik apo anasjellë. Kam qenë gjithmonë me ta dhe kështu që nuk këto janë vota personale. Sigurisht që ka dhe vota politike. Tani, nga të gjitha sondazhet që bëhen rëndom në media, kam pasur përgjithsisht opozitar, po themi, jo vetëm nga koalicioni juaj, që nuk i besoni. Dhe preferoni të bëni sondazhet tuaja të brendshme. Si fillim, pse nuk i besoni dhe ku ju nxjerrin kalkulimet tuaja të brendshme? Po unë nuk i shiko, unë fakt nuk merr shumë me sondazhe personalisht.